Gjë sinjali atje që? E të dashur miq, sigurisht një pjesë e rëndësishme e programit tonë fundjavë në Apollon është edhe rubrika jonë e të ftuarit, ku ne çdo emision fundjavë kemi pasur kënaqësinë dhe nderin që të kemi personazhe të ndryshëm të ftuar në studio, të cilët na kanë treguar dhe na kanë rrëfyer ngjarje me shumë interes. Sigurisht kemi pasur të fushave të ndryshme. Edhe për ditën e sotme do të kemi nderin dhe kënaqësinë që të kemi të ftuar në studio një studiuese në albanologjinë alternative, zonjën Eva Brinja. Unë ju falenderoj që jeni e pranishme sot në studion e këtij emisioni. Është kënaqësia ime. Sigurisht kënaqësia është e përbashkët dhe ne do të flasim në fakt për ju, do të flasim vetë për albanologjinë alternative si deg në fakt duke bërë një ndryshim nga ajo e vjetër. Si një emërtesë e re. Si një emërtesë e re që ka lindur në fakt nga vetë studiuesit e albanologjisë klasike të vjetër. Pse është quajtur alternative dhe për arsye sepse përdor metodika jo konvencionale të vjetra, por metodika të reja në ulumtim, në historiografi, në studimin e etnokulturës dhe sidomos në studimin e lingvistikës. Këto janë tre shtyllat e albanologjisë. Dhe e reja kryesore është që neve përdorim shkencat e sakta. Kryesisht, dhe kur them shkencat e sakta, këto kanë të bëjnë direkt ose me matematikën moderne ose me teknikat e aplikuara, shkencat e aplikuara që zbatohen në ndërtim, që ka të bëjë me arkeologjinë. Edhe nëse ne mund të përmendim disa prej arritjeve deri tanishme në këtë fushë të vendit tonë. Për sa i përket arritjeve në albanologjinë alternative vinë jashtë akademisë, të cilën paguan taksapaguesi shqiptar. Vinë në historiografi, pak në etnokulturë dhe kryesisht në lingvistik. Në lingvistik sot kemi dy emra, të cilët nesër do të jenë shumë të vlerësuar. Është Nikos Stillo që i përket kulturave para helene, merret me leximin e shkrimeve para helene, dhe kryesori është Petro Zhej që është i vetmi dhe i pari sot në botë që është etimologu i fjalës së parë. Fjala e parë që thuhet në Bibël, që e dha Perëndia, e ka dhënë brenda me një informacion të cilën sot fizika kuantike dhe matematika moderne vazhdon po e zbërthen. Pra këtë informacion që shkencat e sakta në perëndim po e zbulojnë, në fakt e paska gjuha. Këtu nga ky moment është dhe vlera e gjuhës shqipe, e cila vazhdon e mbart informacionin e parë të dhënë në mënyrë autentike. Kjo është me reja më përmastike do të thoshja, për sa i përket albanologjisë, jo vetëm albanologjisë, por për sa i përket mendimit shkencor botror. Sa e vështirë është pikërisht kjo deg? Sa e vështirë është të zbulosh? S'është fare e vështirë, nuk është fare e vështirë. Vështirësia është tek padia, do thoja unë. Sepse gjithmonë e vërteta është shumë e thjeshtë. Po e vështirësove nuk e kupton. E reja tek ne për shembull që në historiografi neve përdorim shumë botkuptimin pellazik, që ka të bëjë me toponimin dhe vendi jon është i mbushur me toponimi pellazike, me emërtesa pellazike, të cilën arkeologu shqiptar nuk e njeh. Në ky moment që mua më thot një grua plak shkalla e Hade, ç'është Hadi? Shkoj me vrap, shikoj çfarë shkalle është, ai është një podium me tjera me radhë, janë të gjitha të lidhura, i gjen objektet me radhë sipas procesionit të varimit. Hadi është vendi ku shkojmë për të vdekur e të tjera me radhë. Është shumë e pasur kjo, do me thënë formimi i një arkeologu apo historiani sipas shkollës së vjetër shqiptare është shumë i mangët në këtë lloj informacioni, të cilën neve të albanologjisë alternative duke qenë të pavarur nga shkolla shqiptare dhe duke i përdorur do me thënë në mënyrë spontane, sidomos shkencat e sakta, kemi shumë zhvillime dhe shumë të reja që bëjnë që leximet dhe përfundimet që i nxjerrim në tavolinë kur shkojmë në terren i gjejmë shumë fish të vërtetuara. Na flisni pak më tepër për lingvistikën. Lingvistika është më kryesore, po. Duke bërë edhe një krahasim me gjuhën që ne përdorim ditët e sotme. Atëherë, fillimisht mund të them këtë që një nga gabimet për shembull që gjen albanologjia alternative është fakti që ndërsa treva shqiptare, ne shqiptarët jemi të vetmit që kemi vazhduar deri në shekullin 19 të përdorim çdo qytet alfabetin e vet. Për shembull, po jap një shembull. Von Hanin, që është i dëgjuar si albanolog, është gjerman i shekullit 19, 1850-s,
ka votuar atë që quhet alfabeti i Elbasanit, jashtë me 56 gërma. Aty gërmat që i përdorin Elbasanit tregtarët, pra që ishte një alfabet i përdorur në këtë tregë, po jo vetëm në Elbasan, po dhe Berati kishte alfabetin e vet, Shkodra ka alfabetin e vet. Këto alfabete çuditërisht janë me gërma mbi 3000 vjeçare. Atëre, në cilën shkollë i mësoi Elbasanliu? Çdo thot kjo? Nga ky moment ne në analizën tonë fillojmë kuptojmë gjithë procesin e vazhdimësisë të shkrimit të gjuhës shqipe në vazhdimësi me shkronja mbi 3000. Ne jemi të vetmit që nuk e kemi pushuar gjuhën të shkruar. E ky është një fakt. Si ka arritur ajo deri në ditët e sotme? Pikërisht duke vazhduar duke u përdorur. Duke vazhduar. Nësa ky është fakt. Mund të themi se ndryshimet midis tyre janë radikale. Nësa gjua, mos ngadroni gjuhën dialektikore. Dhe që është gjuha e vjetër. Për shembull në Kosovë, neve që merremi me leximin e shkrimeve para helene, që kryesisht sot po merremi me këto etrusket, janë pikërisht shqipe. Nëse njohim gjuhën e Kosovës, të trevave rurale që janë të pa evoluara, ato janë brillante për neve studiuesit, sepse kanë konstruktin e fjalisë dhe fjalët, po dhe zonat tona të jugut të Shqipërisë apo të veriut, kanë pasurinë gjuhësore që është shumë e vlefshme për të lexuar të gjitha shkrimet që quhen të pa lexuara. Dhe vështirësia qëndron vetëm tek shqiptimi i gërmës, sepse gjuha greke është me 24 gërma. Unë po ju them Elbasanit ka 56 gërma. Në fakt treva e Ilirikut, jo ndaj quaja gadishulli ballkanik është gadishulli ilirik, është alfabeti më i vjetër është 8000 vjeçar, 114 gërma dhe të gjitha gërmat që sot përdoren në Europë aty brenda janë. Është 8000 vjeçar. Atëherë nga këto 8000 deri sot çfarë është bërë me këta përdoruesit e këtij alfabeti? Pra kjo është logjika që ne ndjekim. Dhe duke ndjekur këtë logjik e gjejmë të vërtetuar në terren, duhet të gjejmë dhe këtë, duhet të gjejmë dhe këtë. Kjo është analizë, psikoanalizë e argumentit themin. Domethënë është një argument që është fakt, që është alfabeti i gjetur në gur, i shtypur, i bëjmë analizën kimike dhe gjejmë 8000 vjet përpara, po ka dhe 6000, ka dhe 4000, ka në vazhdimsi dhe gjitha këto mira janë përpara kulturës greke, janë përpara kulturës romake. Më kupton? Edhe i ka kjo trevë, pra i ka kjo popullsi, të cilat përderisa nga momenti që përdor shkrimin, atëherë nuk ai që përdor shkrimin ka edhe ekonominë, ka edhe politikën, ka edhe vallen, ka edhe kostumin, i ka të gjitha. Atëherë fillon edhe hulimtimi pikërisht në këto pjesë të tjera. tjera. Duhet të dalin të gjitha dhe të jenë edhe kjo është një nga karakteristikat e albanologjisë alternative, që përfundimin që nxjerrim në historiografi, nëse nuk e gjejmë të përfundim dhe në arkeologji, nëse nuk e gjejmë tek etnokultura, domethënë tek bardhësi, nëse nuk e gjejmë dhe në lingvistik të njëjtin përfundim, atëherë diku kemi gabuar. Ka shpesh konflikte midis kujt? Midis fakteve të gjetura më parë dhe tani pikërisht nga arkeologët, nga albanologët. Vetmi ndryshim është kjo që pak më përpara e thash, duke qenë se arkeologët që paguhen sot nga shqiptarët, nga takse paguesi, kanë një formim krejtësisht të mangët nga shkolla shqiptare, që vjen nga shkolla shqiptare, detyrimisht ata kjo ndeshet në televizionet shqiptare, për shembull, diçka u gjet në Apolloni thuhet objekt romak. Si që ka objekt romak? Statuj romake, gjë me thënë statuj romake, që ka ardhur romaku dhe e ka ndërtuar këtu? Ju dhe si e kuptoni, ju si gazetare, ose që ja thoni teleshikusit, handikapi. E kësaj periudhe. Pra, është e periudhës romake, ose mos thuj fare periudhën romake, po përcakto 2000 vjet përpara. Edhe është më i informuar ky publik për cilin po e jep këtë lloj informacioni. Është më saktë informuar. Ju ndodheni në qytetin e Fierit dhe më thatë që keni vizituar sot për herë të parë Apollonin. Apollonin. Megjithëse kam shkruar për Apollonin. Keni shkruar për të, por gjithsesi sot ishte herë e parë që vizituat nga afër. Mund na thoni disa prej përshtypjeve tuaja? Përshtypja ishte pikërisht kjo edhe me punonjësin tuaj, me drejtuesin tuaj, që e pa dhe vetë, unë mora fotografi, është fakt, domethënë ajo që thash pak më përpara, që 8000 vjet përpara ne e kemi këtu. Kur kemi 8000 vjet 114 gërma, për të tjerat nuk diskutohet. Dhe karakteristika për sa i përket ndërtimit, kur futemi pasaj tek shkencat aplikative, vin tek ndërtimi, arkitektura ose më saktë prodhimi i gurit që bën murin. Prodhimi i gurit kur është i madh mbi 1 metër dhe ka dimensione ose muri për shembull ka përthyrje midis gurit që nuk ka një pufitje të tillë që sfutet dot as brisku, këto janë gure pellazike. Janë gjutur pellazike ose ciklopike, domethënë që duhet ishin shumë të fuqishëm ata që i ndërtonin. Në fakt ishte njofja e fizikës
Dhe njohja e fizikës flas për, domethënë për teknika të tilla ndërtimi që të ndërtohet një pallat brenda një shkëmbi të madh, a thua se shkëmbi është plastelin. Nuk ka qenë plastelin, por ishte teknika e të tillë që e kthente në plastelin. Këto janë teknika të cilat me kalimin e kohës kanë humbur, ose janë dije mbi fizikën të cilat kanë humbur. Ashtu siç kanë humbur gërma nga 114 janë reduktuar në kulturën greke në 24, ashtu ka humbur dhe dija e përdorimit dhe në Apolloni që shkova sot për shembull, zotërisë po ja tregoja ja ku e ke periudhën që quhet periudha romake me tulla të holla të kuqe dhe gurin e madh pelazik të cilin ky Romakus ka ditë kur në botë se si ta ndërtoi dhe si ta prodhoi dhe ta përdori. Po e ka gjetë në vend aty edhe e ka bërë murin bashkë me të. Kjo është ajo, domethënë, vazhdimësia e jetës në këtë trev. Dhe shumë interesante që publiku duhet ta di, kjo trev jo vetëm 8000 vjet përpara ka njohur shtetin, sepse nga momenti që arkeologjia shqiptare ka përcaktuar me zona me produkt të specializuar, domethënë si më thën, muzeqia të prodhonte vetëm grur. Po për kë vetëm për vete? Jo, për atë zonën atje që prodhonte hekurin. Po nga momenti që futen në marrëdhënie ekonomike, atëre ka rregulla, ky ka treg, ka cilësi prodhimi. Të gjitha këto rregulla dhe cilësira përbëjnë shtetin. Pra ky është një konceptim krejt tjetër me shtetin, ndërsa arkeologët sot thonë që po nuk gjeta monedh nuk ka shtet. Po sot që do dalin monedhat fare se kemi kartat e kreditit, çfarë do të themi që s'ka shtet në këtë botë? Pra është një koncept, përdoren koncepte të gabuara që nuk të bëjnë që ta lexosh realitetin siç është. Pra në një farë mënyrë duke bërë të gjithë lidhje, të krijohet ideja dhe duhet filluar dhe duhet studiuar edhe për kulturën, veçanërisht që patjetër që e mbartin këta individ. Iles është interesante se unë kështu e kam filluar këtë gjë. Domethënë unë jam inxhiniere mekanike në diplomën time të parë. Kjo është tjetër profesion që ecën paralel, po që është shumë prezente fakti që nëse shkenca e historiografisë nuk përdor shkencat e sakta, atëherë do të është detyruar që të sfumohet dhe të ngeli gjithmonë e përgënjeshtruar nga faktet që dalin. Njëkohë që ne duke i përdorur këto, mua më ka ndodhur për shembull që përfundimet që nxjerr në Tryez, kur shkoj në terren i gjej në 2-3 herë të vërtetuara. Domethënë që nuk të lën të gabosh. Nuk të lën të gabosh. Mirë, folëm pak më përpara për lingvistikën, për gjuhën, për alfabetin. Le të ndalemi pak tek kultura. Veçanërisht duke futur këtu etnografinë, kostumet. Po, atëherë është shumë interesante të tregoj faktin që vetë fillesa ime, përveç një formimi që kam pas në këtë fushë, qoftë edhe nga rrethanat familjare të tilla, po ka qenë një formim i një njeriu të zakonshëm që ka interesa kulturore, kaq. Momentin që merresha me një përkthim dhe zbulova rastësisht një element mitologjik te kostumet e veriut. Për ta paraqitur këtë element, ju futa komplet kostumografisë për ta parë dhe Instituti i Kulturës ka dhënë goxha për evidentimin e vlerave të etnografisë shqiptare. Mua më ka shërbyer jashtëzakonisht ky nivel. Por kjo, domethënë niveli i Institutit të Kulturës Shqiptare ka shkuar deri ke evidentimi, kaq, jo tek futja në analizë, ço më thënë analizë. Të kuptosh që kush e ka sjellë të kostum. Kjo i përket tani albanologjisë alternative, e cila është një produkt të cilin unë nuk e kam botuar, është shumë e rëndësishme sepse mua më ka dhënë mënyrën e leximit të historiografisë botërore. Dhe pikërisht për të paraprirë domethënë këtë lloj zbulimi, do thoja, që është një diçka shumë e rëndësishme për mua si studiuese. Unë paraqita në treg në studiusve antikitetin, që janë kulturat antike, të gjitha të mesdheut, brenda të cilës është dhe Iliria. Më vonë do t'jap edhe mesjetën, po njësoj. Dhe duke parë historiografinë në vazhdimsi, ja ku kemi qenë neve, dhe kur kanë qenë grekët, dhe kur kanë qenë romakët, jemi gjithmonë faktor në këtë mesdhe. Dhe kjo nuk është thënë, dhe kjo nuk thuhet, dhe faktet janë gjithandej që flasin për këtë faktor shumë të rëndësishëm të etnitetit tonë. Dhe duke qenë gjithmonë faktor, qenia faktor ka bërë sepse ne kemi pasur vlerat e etnokulturës, të cilat unë fillimisht i kam lexuar ke kostumografia, por kjo lexohet shumë mirë edhe tek kanunet e vendit, lexohet tek vallja, lexohet tek psikologjia në përgjithësi që e bart ky individ i kësaj treve. Pikërisht kjo ka bërë ato që neve nuk kemi asimiluar nga asnjë kalus këtu. Përkundrazi i kemi dhënë historinë. Cila ka qenë veçantia e tyre? Veçantia është kjo. Apo një e përbashkët që i lidh të gjitha krahinave etnografinë. Kostumografia është një pasaport. Dhe nga momenti që është një pasaport, përcakton identitetin e individit në atë zonën e caktuar. Lidhja është kjo që secili ka pasaportën e vet.
pra secili ka kostumin e vet. Kaq, nuk mund të flas sepse është diçka e Ndërsa e pabotuar veçanta? edhe është çdo krahin ka të veçantën e vet, ka funksionin e vet. Më tepër nuk mund të them. Më tepër nuk mund të themi. Në fakt, ne duam që të flasim pak edhe për disa botime të tjera për një tjetër shkrim tuaj që është pikërisht antikiteti, apo jo? Ju jeni botuese e antikitetit. Mund na flisni pak më tepër rreth e thash pak më përpara që të paraqis leximin e kostumografisë, që është diçka krejt e re, një mënyrë krejt e re e leximit. Mua më desh që të jap një herë antikitetin, sepse vetë u riformova në formimin tim kulturor. Domethënë historia s'ka ndodhur kështu, ka ndodhur ndryshe. Dhe çfarë më ndodhi? Kur ju futa historiografisë autorëve antik e gjeta të lexueshëm ndryshe. Dhe në këtë antikitetin që ju përmendët, për të parë lexuesi shqiptar për mendimin tim, por edhe të njerëzve të vlerësuar që e kanë dhënë këtë lloj vlerësimi, ajo ka shërbyer tamam për të dhënë një formim të ri për çdo që ka interesa kulturore, për të dhënë një formim që kush kanë qenë kulturat antike dhe kryesisht që ne ku kemi qenë në të gjitha këto periudha. Kemi qenë kështu në majtë të pemës? Apo jo, kemi qenë faktor? Në fakt kemi qenë faktor. Dhe të gjitha këto përmbahen pikërisht tek antikiteti, apo të gjitha këto zbulime? Për periudhën antike, domethënë antikiteti përmban 8000 vjet përpara deri në shekullin e 5 pas Krishtit. Është kjo periudhë që mund të shikosh ne si identitet ku kemi qenë dhe çfarë kemi qenë duke bërë. Dhe në këtë periudhë domethënë unë këtë zonë e kam quajtur zonë e lirë, që pres shumë dhe pastaj kur e kam shkelur, qoftë për shembull zona e Vlorës, e lumit Vlorës është jashtëzakonisht e pasur. Shumë e pasur sa Polonia juaj. Kur them e pasur, bëhet fjalë për ndërtime pellazike. Është e jashtëzakonshme. Dhe për toponimi pellazike. Cili mund të themi se është zbulimi më i rëndësishëm apo më me vlerë, i cili ka sjell më pas edhe rrjedhojat e shumë zbulimeve të tjera. Në një farë mënyre piknisja. Për mua, për punën time. Po. Tek unë ishte kjo që unë rastisa që bëra një lexim krejt të ri të kostumografisë dhe aty thash që historia duhet të jetë ndryshe dhe e pash që vërtet ishte ndryshe, ishte në historiografi, në arkeologji, në kostumografi dhe me radhë. Me thënë këtë thjesht kishte të bënte me një kënd të ri të vështrimit dhe një metodik të re të aplikimit në hulumtim. Nësa përsa i përket albanologjisë alternative, është Petrozhej, është kulmi i çdo lloj zhvillimi që jo vetëm ka ardhur, por edhe do të vi në të ardhmen. Në fakt, të gjitha ato të çfarë juve keni shkruar janë të bazuara në psikoanalizën e argumentit. Po, kjo është ajo, domethënë metodika e re, domethënë qoftë se vjen një argument i cili është i pakontestueshëm, dhe unë këtë metodike kam aplikuar tek Skënderbeu për shembull. Tek figura e Skënderbeut, nëse ne mund të flasim pak më tepër. Po, tamam është rasti sepse para një viti ca unë nisa nga ajo fushata anti-Skënderbe, domethënë na erdhi një shmid nga Vjena, solli një libër të madh dhe vetëm po të shikosh atë që quhet aparati shkencor i shmidit, është një 200 autor të gjithë të Beogradit, që me zor duan ta nxjerrin Skënderbeun o të birin e kasapit o nuk e di çfarë. Domethënë ne nuk mund të aplikojmë metoda të tilla në hulumtim. Nuk është puna për ta nxjerrë Skënderbeun prit se është kështu apo është ashtu. Problemi është se nga periudha e Skënderbeut vijnë 3 fakte që janë të pakontestueshme. Vjen përkrenarja e Skënderbeut, vjen emri shqiptar, si ka ardhur emri shqiptar, dhe vjen edhe një fakt tjetër që për 300 vjet mbas vdekjes së Skënderbeut janë shkruar mbi 300 vepra të lëmeve të ndryshme nga Evropa për të çpati Evropa, u çmend. Pse shkruhet i për këtë figurë? Domethënë këto janë 3 fakte që janë fakte që ne nuk i kontestojmë, atëherë hajde i kuptojmë si janë këto. Nga kuptimi i këtyre ne nxjerrim kush është Skënderbeu. Dhe çfarë na del? Për mua, Skënderbeu është albanologu i parë alternativ, që ka një njohje të jashtëzakonshme të kulturave antike dhe e ka ditur i pari nga neve të sotmit, që kush jemi neve? Ne jemi direkt pasardhësit e brezit të 6 pellazik. Unë nuk po flas tani se si kam zbërthyer përkrenaren apo si kam zbërthyer emrin, po mund ta them shkurtimisht, duke zbërthyer përkrenaren dola po i njëjti përfundim dhe kur zbërtheva emrin shqiptar, që vjen nga përdorimi i shqipetarit, është pararoja e ushtrisë së Skënderbeut, që quhej shqipetarit, po. Dhe mbi të derdhësh hynia e Marsit, thot autori, ta harrova emrin autorit Skënderbeut, baletit.
Mi po, baleti e ka shkruajtur në latinisht dhe vetëm gabimi, apo jo gabimi, po qëllimi që Marsi nuk është përkthyer në shqip ari, siç thuhet në shqip ari, po është lënë Marsi, nuk është bërë dot lidhja shqipet e ari, po shqipet e Marsit. Që nga i moment që Marsi është lënë Marsi në latinisht dhe nuk është kthyer në ari, se që ke baleti vjen në emrin shqiptar. Çfarë ndodh? Skënderbeu është një figurë me mision historik. Ka realizuar 2 misione. Unë nuk po them gjatë, po them përfundimet e këtij zbërthimi që vjen nga psikanaliza, domethënë. Ka realizuar vazhdimsinë e Evropës, që të bëhet kjo që është sot. Në qoftë se 30 vjet nuk do të kishte stopuar Skënderbeu, nuk do të ishte, sepse Evropa e asaj kohe, unë po ju jap vetëm një fakt. E ka pasur jetën mesatare 28 vjeç dhe martoheshin 14 vjeç në Evropë në atë kohë, nuk ka pasur këto mbretëritë e shtetit që janë sot. Ka qenë cop, sepse Evropa e ka nisur jetën mbas shekullit të 5 nga zerua, nga dyndje gjermanike, slave me radhë që që ka pasur. Bizanti është ajo që e ka ngritur Evropën. Dhe në kohën e Skënderbeut ka qenë në periudha e fundit që shkencëtarët bizantinë shkuan në Evropë dhe ndërtuan këto universitete që ne themi i kanë nga 2-3, i kanë disa shekullore, po kush ja ka ndërtuar? Domethënë të gjitha këto kur filloni zbërthen, ne dalim të pranishëm. Dhe Skënderbeu ka realizuar domethënë Evropën që të vazhdoi kjo, që është sot prandaj 300 vjet shkruajti Evropa, jo pa arsye. Po se morën analizi kush ishte Evropa, në çfarë niveli ekonomik, kulturor, politik. Nuk ka pas asnjë mbretëri, kanë qenë gjitha në principata, princa duke në momentin e formimit, po ka qenë një periudhë atëherë që ka qenë zia e një murtaj, nuk e di disa dekadë, që popullsia shkoi në 28 mesatare mosha, detyroheni që të martoheshin shumë të vegjël për të krijuar vazhdimsinë. A do mundeshe ushtrisë turke ti përballonte kjo Evropë? Vetëm me këtë fakt kupton domethënë që kush ka qenë. Prandaj shkruajti 300 vjet me radhë dhe e mori për model. Dhe misioni i dytë ka qenë për vazhdimsinë e etnitetit ton duke lënë emrin shqiptar. Ne jemi shqiptarit. Ne jemi përfaqësues të brezit të 6 pellazikit. Është një brez që ka filluar me Aleksandrin e Madh dhe përfundon, është brezi i integrimit të Evropës rreth qendrës ose integrimit të botës. Këtë proces e ka fri. Domethënë këto janë analiza që i përdor albanologjia alternative. Flasin shumë, japin shumë argumente dhe fillojnë vërteton shumë gjëra apse ka ndodhur. Kjo fillon dhe vërteton njëra pas tjetrës. Ky ka qenë Skënderbeu. Dhe më interesantja ke përkrenarja është që unë kam një libër 20 vjeçar të botuar në Greqi nga një institucion është institucion paralel me institutin ton të historisë. Shtetëror, domethënë, që ka në kapakun e saj përkrenaren e Skënderbeut dhe thot nga mbrapa që është në Vjenë. Po kjo është një fotografi shumë e vjetër, duhet jetë mbi 20 vjeçare, sepse e ke parasysh me teknologjinë e aplikimit ka shumë bajtë, shumë e ngarkuar, shumë e vjetër. Dhe çfarë ndodh? Kjo përkrenare është me bririn e majt të dhis të thyer. Por në mitologji dhia, që është dhia Amaltea, është pikërisht me bririn e majt të thyer. Dhe lulet e Margaritës që ka përkrenarja janë 6 dhe me flet 6. Lulet e Margaritës, për ne që njohim kulturën pellazike, janë përfaqësues të brezit pellazik. Me thënë, ne jemi përfaqësues të brezit të 6 pellazik. Ato janë 6 sepse në brezin e 6 ka pasur 6 personazhe. Në brezin e 4 ka pasur 5 personazhe. Nuk do thotë s'ka të bëjmë me brezin, domethënë nuk po zgjatem se ka shumë informacione për to, po dua të them që kur futesh ke përkrenarja, kupton që Skënderbeu ka qenë një mbartësi i një njohurie jashtëzakonisht të thellë dhe kjo jo pa arsye sepse ai është formuar pikërisht në qendrën e kulturës më autentike të lashtë të botës, që është Bizantia apo Turqia e sotme. Është kjo arsyeja që dhe rilindasit tan duke u formuar në ato biblioteka dhe Bizantin, sepse shpesh ndeshin me një terminologji fare out kulturës, psikologji bizantine, e përdorin politikanët tanë. Perëndimorët çuditen me këtë term, sepse Bizantin ata e kanë diçka brillante. Bizanti është qendra e kulturës autentike. Andaj ka mësuar Evropa, ka mësuar kushdo. Ne themi, domethënë, këtë formimin e kanë marrë edhe rilindasit tanë, prandaj rilindasit mbas Ali Pash Tepelenës ngritën Skënderbeun dhe jo Ali Pash Tepelena. Ali Pash Tepelena po të marrësh të analizosh shtetin që ka ndërtuar, fuqinë ekonomike që i ka dhënë të gjithë trevës që pati në administrim Ali Pash Tepelena. Nuk e ka njohur ajo periudhë në asnjë zonë të Evropës.
Ne nuk merrem me asnjë, po themi prit se mos ka gjë çik homoseksual. Me faktet të cilat janë të paraqitshme. Janë krejtësisht nuk i vlen kujt dhe për asnjë gjë. Ai është një figurë historike. Merren analizohet dhe pse ju prej koka dhe çfarë ndodhi mbas prerjes së kokës së tij. Çfarë ndryshime ndodhen për etnitetin ton. Këtë kuptuan rilindasit tan me atë formin të thellë kulturor që thanë ne jemi, feja jon është shqiptaria. Sepse botkuptimi pellazg është ai botkuptim në bazamentin e të cilës mbi shpatullat e cilës janë ngritur dhe krishterimi dhe muslimanizmi. Mbi këto shpatulla është ngritur. Atëherë ne përderisa jemi direkt batse e kësaj psikologjie, e këtij botkuptimi shumë të thellë, që sot në analizat me shkencat e sakta me matematikën moderne, ne dalim në të njëjtin nivel me ato të shpjegimet që bëjnë budistët, të cilat sot për hir të vërtetës janë në bazamentin e shkollave perëndimore të filozofisë dhe të fizikës. Ne sot kur hym ke lingvistika me anë të Petrozheit, me anë të shkencave të sakta, dhe gjejmë që ato që informacion që e kërkojmë në për laboratoret e fizikës e paska të formatuar në mënyrë matematikore brenda fjala, çfarë kuptojmë? Kuptojmë që fjala e parë që e dha Perëndia nuk e dha si belbëzim, po e dha me një informacion të plot. Në fakt ju jeni botuese e fakteve të mbledhura nga antikite. Të gjitha këto zbulime të bëra kohët e fundit do të jenë të botuara në një libër? Cilat zbulime? Të gjitha këto fakte të cilët ju na folë për figurën e Skënderbeut, do të jenë për të gjitha ata të cilët kanë dëshirë që të marrin më tepër informata rreth historisë tonë? Kjo e Skënderbeut në fakt unë e botova para një viti gjysmë në gazetë, në 2-3 gazeta riesh numra dhe kam gjetur në Google që është shumë e diskutuar, është lexuar, që kështu në Google mund të lexohet, do ta gjeni. Unë nuk e kam botuar, pse se kam botuar, sepse kjo lloj analize në fakt unë kur t'i rifutem asaj do të ketë shtjellime shumë më të gjëra. Ajo do bëj një libër me vete. Nuk është kaq e kollajt. E në fakt ndoja që të dilja këtu tek interesi që kanë pikërisht shqiptarët për të njohur historinë e vendit të tyre, për të njohur të kaluarën tonë. Po. Unë jam befasuar në internet se çfarë interesi ka. Mirë po ndeshe me një fakt të tillë, ndërsa interesi, sepse interesi është ajo që vjen si duket në mënyrë genetike. Unë nuk mund të duroj dot edhe pa e ditur se kush kam qenë në origjinë, të më shash, të më thuash që ama ti ke adhuruar Ali Pashën që ka qenë një maskara. S'më vjen mirë. Nuk mund të ketë ndodhur, pse sepse në kodin ton moral, më gjej një kom tjetër që ka shqiptari për një nderon. Ka francezi për një nderon, nuk e ka asnjë, çdo me thënë kjo. Kjo është një element i kanunit ton, një element që e shtrin etnokulturën shqiptare atje ku e ka dhe lindja. Shumë thellë. Që në filles morali, që është rregulli, kanuni, botkuptimi dhe gjuha janë brillante. Deri sot, mbas mira vitesh, ato kanë ardhur të bjerë. Pse i kemi ruajtur ne këto? Kuptohet sepse këto kanë qenë në origjinë këtu. Këtu është origjina, ne jemi në mesin e mesit të dheut. Deti mes dhe nuk është det mes dherave, është deti mesit të dheut. Det mes dherave është deti zi, për shembull, që është mes dheut. Sa kjo është deti i mesit të dheut. Dhe ne jemi pikërisht në mesin e dheut. Kaq rastësisht jemi? Po gjejmë që kemi edhe gjuhën e parë me informacion matematikor, informacion që vazhdon shkenca e sakta ta zbuloj. Dhe po tregojmë që i tregojmë dijes botërore që ka dhe një mënyrë tjetër, ka një bibliotekë të palexuar njerëzimi që është gjuha, është brenda. Me thënë të djegin sa të djegin biblioteka, gjuha, po nuk u humb, atëherë është bibliotekë e palexuar, është bibliotekë e gjallë. A mund të themi ne se pikërisht të gjitha këto zbulime të cilet janë bërë deri në këtë moment janë të mjaftueshme, apo ende ka diçka të mangët në historinë tonë që duhet të vazhdojmë që të mësojmë më tepër për ta? Pikë së pari dole shumë bukur në shtet. Bëm një prezantim fillim albanologjia alternative dhe albanologjia që paguhet. Që ne sot e paguajmë. Ne kemi 2 vjet që me albanologjinë që paguhet, po ballafaqohemi dhe po i kërkojmë me konferenca, duke i çuar ato studime, duke i kërkuar jepni mendimin tuaj sepse ne ju paguajmë, dhe ato nuk reagojnë. Shumë afër do të futemi në media me emisionet tona, duke ia bërë publikut të qartë dhe kjo duhet bëhet politike në fundit. Në qoftë se shkencat albanologjike që ne paguajmë nuk përkojnë me interesin e paguesit, atëherë duhet të ketë reagim.
Që të vim pasaj tek ndryshimi i teksteve shkollore. Dhe të mos ngelemi në këto formime. Nuk ka pse të vinë në mënyra individuale kjo shkencë. Kjo duhet vinë mbi bazë shkencore dhe duhet të zyrtarizohet. Pra, të gjitha këto do të jepen nëpërmjet disa programeve televizive për të informuar edhe të gjithë opinionin publik. Po, jemi në pragun e një cikli javor televiziv. Edhe kjo në fakt është edhe në një farë mënyrë ai konkluzioni, një punë të madhe të këtyre zbulimeve për të informuar të gjithë. Jo vetëm për të informuar, por për të zyrtarizuar dhe për të realizuar atë që e kanë thënë rilindasit. Rilindasit janë të paritshëm për sa i përket nivelit kulturor. Edhe ne shpesh dëgjojmë që krahasohemi me rilindasit për të na sharë. Nuk ka formim më të lartë që kanë pasur rilindasit, me thënë kjo ka qenë një qendër dhe do të kthehet në qendër. Dhe sot ka ardhur momenti që dia që na sjell Petro Zhej, domethënë leximi i bibliotekës së palexuar do të kthejë gjithë sytë e dietarëve te kjo gjuhë për t'ju futur metodave krejt reja në hulumtim, qoftë në fizik, qoftë në filozofi. Dhe meqenëse jemi në minutat e fundit të emisionit ton, keni bërë shumë studime, ndonjë plan të afërt për të filluar dhe për të bërë një studim të ri rreth diçkaje të re? Shiko, do me thënë, sferat e studimit në albanologjinë alternative, kjo është dhe karakteristika që përfshin shumë lëme. Dhe unë mund të thënë jo se jemi në kërkim, po përsa i përket botimeve, duke qenë se unë atë aktivitetin e botimit e kam nisur për të botuar leximin e etnokulturës. Dhe s'po e botoj, sepse them duhet të mbaroj një herë dhënien e historiografisë, kam dhënë antikitetin, duhet jap mesjetën. Po këto janë punë pak që kërkojnë një çik kohë dhe kërkojnë dhe financë jashtëzakonshme. Një karakteristikë tona është që ne punojmë me xhepin ton dhe ne nuk na financon kush asnjëri. Kjo është një tjetër karakteristikë që krijon dhe një lloj pengese në fundit. Që kështu pa botuar dhe mesjetën, ndoshta mbas botimit të mesjetës do t'jap leximin e kostumografisë, që do të jetë një diçka shumë interesante sepse është një lexim që mua për shkak më ka dhënë atë kollagjent që them që hy në një muze etnokulture, kostumografie dhe shoh një kostum dhe i them direkt që ai element nuk është aty kostumi. Po nga e diti, se është matematik çdo gjë. Edhe kostumi është brenda një sistemi vlerash që nuk mund të lëvizë, po ke lëvizur, ke prishur rregullin aty. Zonja Eva, unë do t'i falenderoj vërtet shumë që ishte e pranishme në studion e këtij emisioni, ishte një kënaqësi dhe nder për ne. Ju falenderoj, ndërkohë dua t'ju përshëndes, t'ju falenderoj edhe ju të dashur miq, të cilët qëndruat në shoqërinë e valëve të televizionit Apollon edhe për ditën e sotme. Mirupafshim të gjithëve, kalofshin një ditë të këndshme. Ishte shumë e mirë.